Në Sarandë u promovua libri Vajza që kalëroi diellin i autores Miguel Flor, një vepër që ndërthur poezinë me prozën poetike dhe trajton temën e lirisë personale, guximit dhe përballjes me sfidave. Aktiviteti i organizuar nga klubi i krijuesve Jonian mblodhi dashamirës të letërsisë duke rikthyer Sarandën në qendër të jetës kulturore në jug të vendit. Jeton e krijon e emigrim tashmë, por Sarandës së saj të lindjes i erdhi me një tuf poezish që e prezantojnë si poetesh të formuar. Miguel është gruaja e trazuar e tronditse siç ka jetën, kështu ka edhe poezinë. Flor është emri i vëllait që i morën jetën në trazirat e 97-s. E këtë emër përjetësisht të shtrenjtë, ajo e ka kthyer në mbiemër të artit, pasi nuk e ndan nga vetja dhe nga poezia që shkruan. Në promovimin që klubi i krijuesve Jonian i bëri librit të saj, u tha se vargu i Miguel Flor nuk pyet për rim, e për metrik dhe ka fuqinë e idese, befasinë e figurës spontane. Janë 150 fletore, se dikush mund të çuditet që për 6 muaj po shkruan 12 libra, sepse 2 janë tani në përpunim. Fillova me plagët e heshtjes. Është ajo që, sepse Havaja tha tavanin, që dikush të shikoj tavanin, duhet të ketë parë sheshin. Unë mendoj që edhe poezia dhe mendimi ka radhë. Për mua ky libër, sot dëgjova shumë gjëra të mira, nuk është ai më i përkryeri që unë thjesht u vendos që të promovoj këtu në qytetin tim. Ka ato defektet e veta. Faleminderit për gjithë mendimet tuaja. Dhe më bukur dhe më mirë. Unë jam e lumtur që jam vlerësuar nga njerëz që tamam bëjnë art. Miguel Flor tregoi se ka akumuluar shumë lëndë jetësore të kthyer në poezi dhe se janë 150 fletore që presin të bëhen libra. Me realizëm ajo tha se nuk ka prekur tavanin, siç thanë disa diskutantë në vlerësimet e tyre. Pasi për të e rëndësishme është që dikush të shikojë tavanin, duhet të ketë parë tavanin. Poezinë e poetes Miguel Flor e kam ndeshur fillim në faqet e rrjeteve sociale, Facebook e këto me radhë, dhe e kam veçuar në krahasim me shumësinë e atyre që paraqesin këto krime e tyre. Për faktin se më është dukur si më ndryshe, për nga mënyra e trajtimit, mënyra e rikrijimit të së bukurës, estetike, dhe të figurave, me vja tendenca për krijimin e figurave stilistike originale. Erdhi koha, jem me këtë vajzë, poli në sipërfaqe, edhe tha, unë tani do kalëroj diellin. Dhe vërtet, me vargjet e saj, herë vargje rebel që nuk pyesin as rim, as metrik, po krijon një fizionomi të re të poezisë moderne, që është në mes të poezisë klasike dhe prozës poetike, që ne nuk i kemi vënë shumë rëndësi. Miguel Flor kalëron diellin për të ndriçuar veten dhe të tjerët. E gjen dritën brenda vetes dhe thot: ajo dritë është poezia dhe poezia jam unë. Në këtë libër nuk shihet vetëm një poete, po një grua që u thye dhe u ringrit, që qau dhe e ktheu lotin në këngë, që e përgojuan dhe u përgjigj me poezi, që e lidhën dhe frymoi me shpirt, sepse të jetosh, thot ajo, do të thot të mos presësh që dielli të ndriçojë, por të mësosh ta kalorosh vetë. Autori fton lexuesin ta lexojë librin që të motivohet prej tij dhe të reflektojë për jetën personale duke u frymëzuar përmes poezive, prozës poetike dhe reflektimit filozofik. Vetë titulli i librit, Vajza që kaloroi diellin, është një metaforë poetike që mbar disa kuptime simbolike. Kuptimi i parë simbolik është ai i lirisë dhe i fuqisë. Në kuptimin figurativ, të kalorosh diellin simbolizon triumfin mbi të pamundurën, lirinë absolute dhe kontrollin mbi fatin ose energjinë jetësore. Poezitë e këtij vëllimi unë do t'i shtrësozoja në poezia antivetmie, poezi udhtimesh, poezi filozofike, poezi të natyrës, poezi të nostalgjisë rinore, poezi të mesazhit. Me poezinë e saj, Miguel Flor udhëton dhe ka dëshirë të preke dhe galaktikat.
Ajo ka zgjedhur që këtë metaforë ta bëjë të ditur si kredo të saj poetike, ta bëjë dhe titull të librit të saj Vajza që kalëroi diellin. Dohet ta poetizoj